Kriza më e re politike në Kosovë ka shpërthyer pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos e certifikuar sërish listën serbe për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Me 2 vota për, 2 kundër dhe 7 abstenime, KQZ-ja ka lënë jashtë garës partinë kryesore të komunitetit serb, duke shkaktuar reagime të forta nga partnerët ndërkombëtar. Ambasadori britanik në Kosovë paralajmëroi se një veprim i tillë mund të dëmtojë rënd reputacionin e Kosovës si demokraci multietnike dhe të ndikojë negativisht në marrëdhëniet me aleatët e saj më të afërt. Edhe misioni OSBE-s ka reaguar ashpër duke cilësuar vendimin si largim nga standardet ndërkombëtare dhe cenim të së drejtës për pjesëmarrje politike. Gjithashtu dhe Bashkimi Evropian i është bashkuar kritikave. BE-ja thot se vendimi reflekton politizim të procesit zgjedhor nga lëvizja vetëvendosje, ashtu edhe nga partitë të tjera, duke cenuar parimet e një procesi të rregullt dhe gjithëpërfshirës. Ambasada e Italisë në Prishtinë shprehu pashtu keqardhje, duke theksuar se çdo proces zgjedhor duhet të sigurojë pjesëmarrje të drejtë për të gjitha forcat politike. Nga ana tjetër, kjo është hera e tretë që KQZ-ja refuzon fillimisht certifikimin e listës serbe pas rasteve të ngjashme në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Në të dy rastet, PZAP-ja e kishte refuzuar vendimin. Lista serbe mbetet forca dominuese politike në komunitetin serb. Në zgjedhjet e shkurtit fitoi 9 nga 10 ulëset e garantuara në kuvend dhe në tetor mori të gjitha komunat me shumicë serbe. Në mbledhjen e fundit, KQZ-ja njoftoi se gjithsej 24 subjekte politike aplikuan për zgjedhjet e dhjetorit, prej të cilave u certifikuan 22. Reagime më të forta erdhen edhe nga ambasada amerikane, e quajti të papranueshme përpjekjen e anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje brenda KQZ-s për të mos e certifikuar listën serbe, duke e cilësuar si qasje përçarëse dhe me vizion të ngushtë. Kritikat e një pasnjëshme të partnerëve ndërkombëtar ngrenë një pikpyetje serioze për rrjedhën e procesit zgjedhor dhe për pasojat që mund të ketë ky vendim në marrëdhëniet e Kosovës me aleatët e saj më të rëndësishëm.